Mediat në Shqipëri kanë raportuar se Liburnali është emëruar drejtori i portit të Durrësit. Fillimisht raportimet i konfirmoi ministri i Arsimit e Shqipërisë, Mirela Kumbaro. Ajo e quajti lajm të mirë emërimin e Aliut, por pas disa minutash postimi i saj është fshirë nga profili në Facebook. Për herë kemi thënë se Durrësi është porta e përbashkët drejt Adriatikut si për Shqipërinë dhe Kosovën. Prandaj nuk mund të kishte zgjedhje më të mirë për ta mishëruar këtë vizion e ndjesisë së Sali Burne, një advetar dhe funksionar i sprovuar publik, me të cilin si ish-ministre e mjedisit kam pasur marrëdhënie të shkëlqyera bashkëpunime gjatë kohës kur edhe ai drejtonte sektorët e mjedisit dhe planifikimit hapësinor si ministër në Kosovë. Porti i Durrësit është më i madhi në Shqipëri. Koha ka dërguar pyetje në adresën e ministrës së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, për të marrë konfirmim për emërimin e Aliut, por ka munguar përgjigja. Nuk është përgjigjur as Aliu, i cili në qeverinë Kurti ka mbajtur postin e ministrit të mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës nga viti 2021 deri në gusht të këtij viti kur dha dorëheqje, një ditë pas votimit të Dimal Bashës si kryetari i kuvendit. Në një postim në Facebook, Aliu tha se pikërisht ky ishte shkaku i dorëheqjes së tij, anëse është raportuar shumë kohë më herët për ftohje të raporteve mes tij dhe kryeministrit Kurti. Në propozimin për kabinetin e ri qeveritar që nuk mori votat e kuvendit, Kurti e ka përfshirë dhe Bashën si ministër pikërisht të dikasterit që e ka udhëhequr Aliu. Rasti i Aliut nuk është i vetmi kur zyrtar të lartë nga Kosova kanë kaluar për të shërbyer në Shqipëri. Vlora Hyseni, ish zëvendës kryeshefe e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, në vitin 2023 u emërua drejtoresh e shërbimit informativ shtetëror të Shqipërisë. Ajo ishte shkarkuar në qershor të 2021 nga presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Kryeministri Rama e pati angazhuar këshilltare dhe ish shefin e doganës së Kosovës, Lulzem Rafuna. Për një periudhë në kabinetin qeveritar të Shqipërisë ka shërbyer edhe ministri në detyrë i kulturës, Hajrullah Qeku, që aktualisht është kandidat i vetëvendosjes për kryetar të Prishtinës. Në garë për Prishtinën ishte edhe Besa Shahini, që shërbeu si ministre e arsimit në qeverinë Rama.